Unë nuk e kuptoj thot atë që thuhet se duaja e ndryshon kaderin. Shumë herë kam lexuar këtë gjë, por nuk kam arrit ta kuptoj. La yurdu al-qada'a illa ad-du'a. Nuk e kthen qadan, caktimin e Zotit, vetëm se duaja. Po duaja është caktim apo është e paparashikuar nga Zoti? Pra dalim ke e njëjta problematikë që folën dje. Ka njerëz që mendojnë Zotin sipas asaj që mendojnë ata. Zoti thotë ka shkruar diçka, po bën robi dua dhe del jashtë planit të Zotit, jashtë planifikimit të Zotit, jashtë asaj që Zoti kishte parashikuar. Po jo, nuk ndodhi kjo. Sepse Zoti që ka planifikuar dhe parashikuar diçka për njeriu, ka parashikuar dhe planifikuar lutjen. Kështu që kur pejgamberi sa më ka thënë, nuk e kthen qadan mbrapsht, vetëm se duaja ka dash të motivojë duan. Pse? Sepse duaja është çelës i rëndësishëm i rregullimit të jetës së njeriu, përmirësimit të jetës së njeriu. Po jo që Zoti parashikon diçka dhe duaja e njeriu ndryshon atë dhe del jashtë parashikimit të Zotit. Pra ai Zot që ka parashikuar diçka, ka parashikuar edhe duan që do ta ndryshojë këtë diçka. Po pse pejgamberi ka thënë kështu? Për motivim. Ka njerëz që kështu i duan gjëra dhe Zoti më dhe din dobësinë e njeriu. Dhe ua ka sjell gjërat ashtu siç motivojnë njerëzit. Siç themi ne për shembull, ai që fal namaz është kafir. Unë se besoj këtë, as nuk e them si gjykim islam, ama e them se dua që njerëzit ti inkurajoj drejt faljes namazit dhe ti dekurajoj nga mosfalja e namazit. Po unë besoj se është kafir. Siç ka thënë pejgamberi selam, mes njeriu dhe idhujtarisë, shirkut është mosfalja e namazit. Po pejgamberi sa më tha këtë se me të vërtetë ai që s'fal namaz është kafir? Jo. Po për çfarë e tha? E tha për të treguar se ai rëndësh kjo punë. Siç ka thënë në raste të tjera, kush e bën këtë ka dalë prej feje. Po faktikisht kjo vepër nuk e nxjerr njeriu prej feje. Do thotë se pejgamberi sa më ka quajtur qyfër, pra mohim këtë gjë me kuptimin se shumë e rëndë. Siç mund të thuash ti fëmijës tat për shembull, po e bën këtë punë si e më fëmia im. Po ai faktikisht nuk është fëmia po e bën. Si e më fëmia im me kuptimin që dal prej qefit, që dal prej shpirtit, po jo se s'është fëmia jot. Kështu që ka gjëra që janë thënë në këtë lloj, le të themi, retorike, por nuk ka qenë qëllimi literal, ka qenë qëllimi i inkurajimit ose i dekurajimit.